Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 15 prill dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Prill. Ngjarje 1912. Anija britaneze te oqeanike Titanic u fundos në orën 2:02 të mëngjesit. Në 1889, 95 njerëz humbën jetën në një ndeshje futbollistike në Sheffield. Në 1992 është themeluar Armata e Bosnjës dhe Hercegovinës. Lindje 1452. Lindi Leonardo da Vinci, piktor, skulptor, arkitekt dhe filozof italian. 1912. Lindi Kim Il-sen, diktator i Koreas Veriore. 1913. Lindi Vangjel Grabowska, aktor. 1924. Lindi Jup Kastrati, mësues shqiptar. 1927. Lindi Bejto Jusufi, ushtarak shqiptar. 1938. Lindi Claudia Cardinal, aktore e famshme italiane. 1990. Lindi Emma Watson, aktore angleze. Vdekje 1828. Vdiq Francisco Goya, piktor spanjoll. 1865. Vdiq Abraham Lincoln, kryetari i SBA-ve. 1882. Vdiq Charles Darwin, shkencëtar anglez, autori i teorisë së evolimit. 1946. Vdiq Faik Shatku, jurist dhe ministër shqiptar. 1972. Vdiq Frank Heinemann Knight, ishte një ekonomist amerikan, themelues i shkollës ekonomike të Chicagos. 1990. Vdiq Greta Garbo, aktore amerikane suedeze. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Louis Le Chatelier, i cili ishte një kimist francez i fundit të shekullit të 19 dhe fillimit të shekullit të 20. Ai shpiku parimin e Le Chatelier, i përdorur nga kimistët dhe inxhinierët kimik për të parashikuar efektin që një gjendje në ndryshim ka në një sistem në ekuilibër kimik. Le Chatelier lindi më 8 tetor të vitit 1850 në Paris dhe ishte djali i inxhinierit francez të materialeve, Louis Le Chatelier. Si fëmijë, ai ndoqi kolegji Rollin në Paris. Në moshën 19 vjeçare, pas vetëm një viti mësim në inxhinieri të specializuar, ai ndoqi gjurmët e babait të tij, duke u regjistruar në École Polytechnique më 25 tetor të vitit 1869. Le Chatelier u martua me Geneviève Nicolas, një mike e familjes dhe motër e 4 kolegëve student të Politeknikës. Ata kishin 7 fëmijë, 4 vajza dhe 3 djem. Pavarësisht trajtimit si inxhinier dhe madje dhe me interesat e tij për problemet industriale, Le Chatelier zgjodhi të mësonte kimi në vend që të ndiqte një karrierë në industri. Në vitin 1887, ai u emërua shef i kimisë së përgjithshme në kursin përgatitor të École de Mines në Paris. Në kimi, Le Chatelier është më i njohur për punën e tij mbi parimin e tij të ekuilibrit kimik, parimin e Le Chatelier dhe mbi tretshmërinë e ndryshme të kriprave në një zgjidhje ideale. Ai botoi jo më pak se 30 letra mbi këto tema midis viteve 1884 dhe 1914. Rezultatet e tij mbi ekuilibrin kimik
u prezantua në vitin 1884 në Akademi de Sciences në Paris. Le Chatelier gjithashtu kreu kërkime të gjëra mbi metalurgjinë dhe ishte një nga themeluesit e gazetës teknike Rishikimi i Metalurgjisë. Një pjesë të punës së tij aja kushtoi ndërtimet dhe zbulimit të llaçet. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të Jatoba Fruit. Fruti Jatoba përmban shumë vlera ushqyese. Ai është i pasur me hekur, magnez, kalium, vitamin C, kalcium. Ai mban sy të shëndetshëm. Ky frut, duke qenë se është një frut egzotik, është një burim i mirë i vitaminës A, e cila kontribon që sytë të jenë të shëndetshme. Ndihmon me anemin dhe nga mungesa e hekurit. Një tjetër lëndë ushqyese që gjendet me bollëk në këtë frut është hekuri. Ky mineral kërkohet nga trupi për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Ritoreksin, fruti Jatoba zakonisht u jepet individëve që nuk kanë oreks dhe janë në rrezik të kequshqyerjes. Ky frut është i njohur gjithashtu se ka veti nxitëse të energjisë. Ngadalson procesin e plakjes. Ashtu si shumica e frutave të tjerë dhe ky frut përmban shumë antioksidant për shkak të aftësisë së antioksidantëve për të neutralizuar radikalet e lira që dëmtojnë qelizat e shëndetshme të trupit. Dihet se ato ngadalsojnë procesin e plakjes. Antioksidantët gjithashtu ndihmojnë në menaxhimin e stresit oksidativ dhe inflamacionet, që të dyja janë të lidhura me probleme shëndetësore si osteoartriti, kanceri dhe sëmundjet e zemrës. Burimi i karbohidrateve. Fruti Jatoba është një burim i pasur me karbohidrate, prandaj ato janë shumë efektive në furnizimin e trupit me një sasi të mirë dhe të shëndetshme të energjisë. Sistemi i frymëmarrjes. Fruti Jatoba ka veti antiinflamatore, të cilat e zvogëlojnë atë dhe e bëjnë të dobishëm për trajtimin e inflamacionit të traktit respirator, si një azëm dhe bronkit. Është zbuluar se është një efekt frenues i enzimës 5-ligopenazh, e cila është e përfshirë në prodhimin e prostaglandinës, të cilat janë agent inflamator dhe njëri prej tyre është përgjegjës për inflamacionin në rrugët e ajrit. Lufta kundër infeksioneve. Ky frut ka veti efektive në luftimin e infeksioneve. Gjithashtu, ai forcon sistemin imunitar, duke qenë se përmban veti antiinflamatore, antifugale dhe antibakteriale. Ai gjithashtu ndihmon në ndërtimin e një sistemi të shëndetshëm imunitar, duke bërë atë dhe më të përgatitur për të luftuar lloje të ndryshme problemesh që mund të shkaktojnë dëme të mëdha shëndetësore. Trajton meningjitin. Jatoba përbëhet nga veti antibakteriale që janë thelbësore për luftën kundër meningjitit, përveç se ndihmojnë në dëbimin e baktereve që shkaktojnë sëmundje autoimune. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 15 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira të dendura dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me rreshje shiu në shumë zona, ndërsa pasditja vijon me mot të lagësh dhe intervale të shkurtra pa rreshje. Temperatura minimale pritet të zbrezë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 25 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, rreth 1 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët deri mesatar, rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 15 deri në 21 gradë Celsius, Kukës 14 deri në 18 gradë Celsius, Peshkopi 12 deri në 17 gradë Celsius, Tiranë 17 deri në 22 gradë Celsius,
Durrës, 16 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj, 16 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 15 deri në 20 gradë Celsius. Berat, 16 deri në 24 gradë Celsius. Korç, 8 deri në 14 gradë Celsius. Vlorë, 16 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 22 gradë Celsius. Sarandë, 17 deri në 24 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 15 prill 2026 do të karakterizohet nga moti ndryshueshëm me vranësira dhe rreshje shiu në disa zona. Paraditja do të ketë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, ndërsa pasditja vijon me rreshje lokale shiu. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:47 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica, 11 deri në 19 gradë Celsius. Podujev, 9 deri në 18 gradë Celsius. Skënderaj, 10 deri në 17 gradë Celsius. Pej, 12 deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë, 10 deri në 19 gradë Celsius. Gjakov, 12 deri në 16 gradë Celsius. Malishev, 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan, 10 deri në 18 gradë Celsius. Ferizaj, 10 deri në 17 gradë Celsius. Kaçanik, 10 deri në 15 gradë Celsius. Suharek, 11 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 11 deri në 14 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.